Unën e Podujevës. Ky po konsiderohet si një prej projekteve më të rëndësishme për ekonominë e Llapit, teksa qëllim ka forcimin e prodhimit vendor, por edhe rritjen e eksportit. Nga Prishtina shkoj me Gjivatëzi. E kur zbritjen në Livadicë të Podujevës, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se po mendon që t'i ndihmoj bizneset. Sot po fillojmë me punimet, ndërsa së shpejti pres që ky park të bëhet shtëpi e madhe e re për bizneset. Qëllim tjetër u shpreh se ka transformimin e ekonomisë së Kosovës, prandaj vendos sigur themelin e parkut industrial. Synimi ynë si qeveria është të transformojmë ekonominë e Kosovës, ta forcojmë prodhimin vendor dhe të krijojmë sa më shumë produkte në lloje dhe në numër made in Kosova, ashtu që jo vetëm të zëvendësojmë importet, por edhe të rrisim eksportet në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare. Vartësja e tij, ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, pasi dikasteri që drejton, është duke u angazhuar edhe për zona të tjera. Aktualisht, ministria që drejtoj është duke u angazhuar në aktivizimin e 16 zonave industriale, me një bashkërendim me nivelin komunal, me një bashkërendim me ministri tjera të linjes. E kryetari Podujevës, Shpejti Mbulliqi, e cilësoi parkun industrial si një prej projekteve më të rëndësishme ekonomike për komunën. Në Kosovë janë krijuar disa parqe industriale si ai në Drenas, Gjakov, Suharike, Prizren, por jo të gjitha janë funksionalizuar apo kanë pasur ndikim të theksuar në ekonominë e vendit.